Pas takimit të përbashkët të dy qeverive Itali-Shqipëri, një tjetër takim i ngjashëm është në horizont. Bëhet fjalë për një takim të përbashkët me qeverinë kroate, lajm që u dha nga Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali, gjatë vizitës zyrtare në Zagreb në konferencën e përbashkët me homologun Gordan Grlić Radman. U dakordsuan për të intensifikuar bashkëpunimin në të gjitha fushat strategjike, përfshirë përgatitjet për mbledhjen e parë ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Kroacisë në vitin 2026. Kjo do të çojë bashkëpunimin tonë në një tjetër nivel. Spiropali po ashtu theksoi se Kroacia është një partner strategjik i Shqipërisë dhe shembulli se si reformat serioze, por dhe diplomacia proaktive janë ato që sjellin rezultatet konkrete. Më herët Spiropali u prit dhe nga presidenti i vendit Zoran Milanović, ku u vlerësuan marrëdhënie dypalçe dhe mbështetja kroate për integrimin në Bashkimin Evropian. Milanović vlerësoi angazhimin e vendit tonë në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Spiropali po ashtu kreu homazhe dhe vendosi kuror me lule në monumentin e Atdheut.